Ndryshime të disi temën, pasi pak çast më parë transmetuam edhe një material që Shqipëria është vendi me pagat më të ulta në rajon dhe në Europë me rreth 860 euro pagë bruto në muaj. Me sa duket, Partia Demokratike në 2013 e la vendin si vendi me pagat më të larta në rajon, ndërsa aktualisht jemi vendi me pagat më të ulta. Ç'do të thotë kjo? Një performancë e keqe e qeverisë, vështirësi për qytetarin? Që pas më të vogël diskutim që është vështirësi shumë e madhe për qytetarin dhe kur bëhet fjalë për 800 e pak bruto në jo kohë kur çmimet janë 2-3 fishuar. Diçka 560-570 euro janë neto, që do të thotë kthehet gati në 50.000 lekë të reja ose 500.000 lekë të vjetra. Dhe të paktën për 1/3 në Tiranë, 1/3 në qytetarëve që jetojnë në Tiranë, sepse Tiranën e njoh dhe mirë, janë komplet të pamjaftueshme as për javën e parë të muajit. Ai që është vetëm qeraja. Pikërisht pra, që të përretash as javën e parë, pasi atë në përgjithësi nga dha 1 deri në 5 janë qerat. Dhe në këtë aspekt është për të ardhur keq, pasi ishte një rezultat i arritur me shumë mund nga qeverisja e Partisë Demokratike, këtu e 12 vjet përpara, 13 vjet përpara, dhe duhet ishte bërë shumë, por me sa duket jetojmë në një botë tjetër ku publiku ushqehet me propagandë dhe jo me mirëqenie. Kështu që janë çështje të cilat Partia Demokratike i ka marrë, por duhet i marrë gjithmonë edhe më seriozisht, duhet t'ju japim zgjidhje të menjëhershme mirëqenies të qytetarëve, të paktën të ata pak shqiptarët që kanë ngelur akoma në Shqipëri. Shqipëria i ka mundësitë, i ka kapacitetet, ka një buxhet aktualisht që mbledh nga taksa super të larta, shumë të lartë, ka një buxhet që në shumicën e rasteve të paktën në vitin e fundit nuk është tenderuar dhe është djegur, janë para të cilat duhen rishpërndar, duhen sigurojnë vende pune, duhet sigurojnë mundësi për shqiptarët, por me sa duket kemi të bëjmë me një politikë krejt të ndryshme, një politikë e cila në letra figuron me rritje ekonomike, por me sa duket gjitha kjo rritje ekonomike shkon duar të pak njerëzve. Kuptohet që po të shikosh shifrat dhe çdo ekonomist i avardit qoftë, kupton që këtu nuk ka ekonomi. Është një sistem që gjithmonë e më shumë rrit çmimet, kur ndërkohë nuk ka kërkesë. Është një sistem që rrit çmimet e banesave, ku ndërkohë kërkesa është gjithmonë e kufizuar. Janë miliona metra katror ndërtim të dhëna të ofertuara dhe çmimi vazhdon rritet. Me një kërkesë të kufizuar që me një Shqipëri që po shkretohet, po pikërisht. Dhe pa parë dhe pasaj kursën e këmbimit, domethënë që kjo është abrakadabra më vete në historinë e ekonomisë, po edhe të gjithë botës, ku ne deficiti tregtar thellohet, që do të thotë parat që shkojnë në drejtim të Bashkimit Evropian dhe në drejtim të tregjeve tuaja gjithmonë më shumë rriten, dhe parat që vinë nga tregjet e uaja drejt tregut shqiptar gjithmonë më shumë në letra po flasim, se me sa duket vikan shumë para nga tregjet e uaja. Po kuptohet që pjesa dërmuese e tyre vinë si pasojë aktiviteteve kriminale në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe kjo po bën pikërisht varfërimin e gjithmonë më shumë të shtresës të mesme, se miqët e varfrit kanë pasur gjithmonë më shumë probleme, por ndërkohë po shkon shtresa e mesme. Po zhduket. Dhe kur shtresa e mesme zhduket, është pikërisht ajo që mund të themi me keqardhje, është ngordhja e shoqërisë. Pak muaj më parë, Moshëllari u miratua në kuvend me votat e mazhorancës socialiste, ligji për barazinë ligjore ndjes, dhe tashmë kemi edhe një urdhër të ministres së shëndetësisë se në QSUT do të bëhen edhe trajtime hormonale. Ka një protestë, janë lëvizje ditën e sotme. Ç'do thotë